Mos e përzini fen me arabt edhe me turqit. Ata një janë sekte të tjera që hinë pantollat shkurt, e lëshojnë mjek rëndej këtë, për para sukon kja. Për shembull feja katolike e don Losh Gjergjit, këtu ku është katedralja, kjo është tamam katolike. Shqiptarët me qef e kanë marrë fenë, po dhe Skënderbejut, sipas historianëve të Shqipërisë. Sipas do historianëve të Shqipërisë. Skënderbeju, jo që s'ka pos porezin me la baba, pa e ka qu me shkollu thmin e vetë, si kur sot në Amerikë që e qojnë me shkollu thmin. Qashtu ai ka shku Skënderbeju e ka kry shkollën, unë Turki. Për ushtarak. Pse Skënderbeu ka qenë musliman? Jo, Skënderbeju ka qenë shqiptar katolik. Një mesazh për gjitha të persona që tentojnë me braktis fenë. Qëre, ju dha mesazh jem. Mos të përzin fenë me turkun. Kështu rrepsisht ju thom atyne që kanë rru fenë edhe që dalin para mediave. Mos e përzini fenë me arabt edhe me turqit. Se feja është për krejt. Feja nuk ka veç për shqiptar. Feja muslimane, feja katolike, për krejt vendet e popujt, që qysh t'i pëlqen. Feja është, feja, di që dhe me thonë, feja drejton mos me bo keq. Feja drejton mu tuti, që mos me egzistu feja, njerëzit të nadzezat bëjnë. Nuk ligjës s'munët mi nalë, po i nalë a i nalët. Ti beson Zot? Zot. Feja është e mirë, feja ti mos u bo ekstreme hinë fej. Po, normal rën fej. Normal rën fej. Që është ekstremi dhe normalja? Ekstremi e normalja dalan. Çka dalan? Dalan se edhe mos të hinë unë sekte. Mos të hinë unë sekte. Po të mojnë fejnë që shë kanë mojtë për fejnë muslimane kanë të bëjë, edhe feja katolike kanë sekte. Për shembull feja katolike e don Losh Gjergjit, këtu ku është katedralja, kjo është tamam katolike. Kurse kjo sekti që është këtu tash s'po du me për Mbashësia e Zotit, ku thirrën Prishtinë, ajo sekt i katolikëve. Ose te na musliman. Sektet musliman, xhamijat janë xhami. Ata një janë sekte të tjera që hinë pantollat shkurt, e lëshojnë mjek rëndej këtë, për para sukon kja. Falë që shukon si këtë në herë. Falë që shën falë babalar tënë, babgjysha tënë. Edhe tash mos e merni ata që kanë rru fejnë, mos e merni tash se si t'jo muslimon, unë jam arab e turk, e tash kjo muslimon, kjo është si ti thot për shembull, normal, fejnë do të me respektu tash, si ti bën 2 recate namaz, jo kjo është mujahedin janej. Ti besofsh unë Zot, ti moje fejnë, po ti mos i thuja ti arab. Ajo feja muslimane qashtu është, do të mu falja anej. Tash, edhe katolikt e kanë na gjuhën e vetë, edhe ata se kanë Shqip. Ti mundesh edhe më falë Shqip. Po gjuha e Kuranit u pranun gjuhën arabe. Pse? Loj Allah, përkthehet e ka fjallën e mirë. Çfarë, dhe me përkthite? Loj Allah, unë nuk di vesh mundesh me gjithë përkthimin loj Allah. Po fjalla loj Allah. Edhe vetë arab që janë arab nuk mujnë me dhonë do me thonjën e fjallës loj Allah. Se ka emnin e ka vlefshmërin e fort loj Allah. Vlefshmërin e ka. Tash e marin ata, pse këta e kanë marrë fejnë arabe. Unë e kisha thonë largonu asojna ndashi me mojtë fejnë, mon e fejnë. Mos delni me thonë, na po këthejëm fejnë e shqiptarise pe urejna muslimonizmin. Qa po të pengo muslimon? Mos e përmen emnin muslimon. E di që ata që janë të bo qashtu. Mu bo mu quë, muslimonizmi i fort, që të që më në Kosovë, që janë 90. Me kom i shkeljëm. Që as pushtetis mundet me nalë. Po, ndashin mos me mojt fejnë heq, dhe të largohen për fejnë, të bëhen ateista, mos të përmeni në për media që na i na largu për fejnë, na e urejna fejnë islame. Sështë mirë me thonë, ja jom largu për katolizmit, jom bo muslimon, jani, mos të përmenin fejnë, vesh tjesin ateista dhe u krye, mos thujnë po larguhëm e po buhëm shqiptar.
shqiptar jetë, po thuj s'kom fe heq edhe mos përmen në për media muslimonizmin. Se kjo i bjen shkelje e madhe. Pe shkel një fe që e ka tjetër kush që e beson që e dënë. Ti s'ki nevoj mi shkel, ti e din, ajo pi bjen si kur e pagu me pi sërbis. Këtu që kjo është e pagume? Kjo është e pagume kjo mundet me konë, ja pi sërbis, ja pi fejve tjera, edhe pi fejve tjera është e pagume. Ja pi katolizmit, ja pi katolikt, pagujnë dhojnë pare, dilni që shtë bëni qika shpare, veç shkel një muslimonizmin. Për iman? Katolikt jënë qësi fanatika jënë njerës, se krejt katolikës jënë, po ata që predikujnë, që i bëjnë që të sene, ata bëjnë që shtu e.